Një nga problemet kryesore që kanë zgjedhjet është administrimi nga partitë politike, procesi i numërimit, zë të tjerë. Por ndërkohë, është një rekomandim kryesor edhe në raportet e kaluara, por partitë politike qartazi nuk duan që ta heqin këtë kontroll që e kanë vetë si opozita, si maggjoranca. Ka një gjë, deri tani partitë politike nuk kanë besuar se do të ketë një administratë pavarur e cila do të menaxhojë zgjedhjet. Dhe në fakt edhe unë kam qenë me këtë ide që këtu është shumë vështirë që të gjesh njerëz vërtet të pavarur, njerëz të cilët nuk komprometohen, nuk korruptohen. Në një vend shumë të korruptuar, duket që skema më efikase për të ruajtur hajdutët është të vendosësh disa hajdutë tjerë për të ruajtur hajdutin. Pra skema hajduti ruan hajdutin. Megjithatë, duket se shpeshherë kjo skemë është problematike sepse hajdutët të cilët janë në ruajtje të njëri tjetrit shpeshherë bëjnë kompromise me njëri tjetrin për të vjedhur palë treta apo për të sajuar rezultate X në një zonë apo në një tjetër, dhe nga ana tjetër shpeshherë ata pengojnë procesin që të ecë si duhet. Për shembull, pati raste kur nuk dolën rezultatet, për shembull, u vonuan rezultatet ose ku diun. Megjithatë unë them që ndoshta një administratë e pavarur, por e cila do ketë përgjegjësi ligjore, e cila do jetë në vëzhgim, në hetim, ndoshta kjo mund të sjellë përgjegjësi më shumë sepse ka një lloj themi, unë kam bindjen që një administratë e pavarur e ka më shumë frikë prokurorin, ligjin, dikët apo ku diun institucionet hetimore sesa një ose grupe militantësh të politizuar të cilët i mbron partia. Kështu që në këtë kuptim ndoshta është e vërtetë ajo që ndoshta një administratë e pavarur mund të sjellë rezultate më të mira dhe këtë e pam dhe tek KQZ-ja. Duhet të themi që pavarësisht fakti që ndoshta unë s'jam dakord me shumë veprime të KQZ-s, gjithsesi deri diku ka treguar një lloj lojaliteti dhe një lloj pavarësie nga palët.